Përshëndetje miq. Manushaqi Ismailaj ngret disa pyetje edhe shkruan. Më thoni, a ka goj urrejtja? A ka goj mjerimi? A ka goj zemrimi? A ka goj trishtimi? Më thoni, a ka zë heshtja? A ka gjurmë pritja? A ka dritë largësia? A ka fund mashtrimi? Më thoni, a lë gjurmë loti? A të rëndit zhgënjimi? A ka zë largësia? A ka fund malli? Më thoni, pra, a dëgjohet dhembja e nënës? A shihet loti i babait? A numërohen vitet e vetmis? A kthehen fëmijët e ikur? Protest e shpirtit që s'flet me zë, për rreh në çdo zemër që pret dhe pret dhe pret. Ju falemnderit.